Flamurtari nuk ka ende zyrtarizuar ndonjë emër për sezonin e ri futbollistik, megjithatë janë lakuar shumë futbollistë të cilët pritet të bashkohen ekipit vlonjat për sezonin e ardhshëm. Flamurtari ishte vendosur për të përforcuar ekipin në çdo repartë, madje duke dubluar edhe rolet në mënyrë që të jetë konkurrues në riktimin pas 5 vitesh në kategorinë superiore. Përforcimet kërkohen nga Porta deri në sulm. Sa i përket pikërisht repartit të Portës, janë disa emra të lakuar si kandidat për të veshur fanellën e titullarit tek Flamurtarit. Një nga emrat është gardiani kombëtarës Elan Kastrati, i cili prej 5 vitesh luante Cittadella në Itali, skuadër e cila së fundmi ka zbritur në Serie C. Por nuk është vetëm Kastrati, por janë edhe dy emra të tjerë të cilët sapo kanë mbyllur aktivitetin e tyre në ekipet e kategorisë superiore në Shqipëri. Bëhet fjalë për portierin e Elbasanit Rozak Abalora, por dhe ish portierin e Kukësit dhe të Utës Angelo Tafas. Mbetet për të parë se cili nga emrat e mësipër do të marrë bekimin e bordit drejtues të Flamurtarit për të qenë pjesë e ekipit vlonjat për sezonin e ardhshëm. 28 vjeçari Abalora luajti 27 ndeshje me Elbasanin në sezonin e kaluar dhe një ndeshje në Kupën e Shqipërisë, ndërkohë që Angelo Tafas është padyshim edhe me më shumë eksperiencë në kampionatin shqiptar, ku është aktivizuar dhe në radhët e Kukësit, por edhe në radhët e Utës, teksa 24 vjeçari në sezonin e tij ishte titulari i padiskutueshëm tek skuadra bregdetare e Teutës. Të dy portierët e mësipër janë të lirë, ndaj duhet që drejtues të Flamurtarit të zgjedhin sa më shpejt emri që do të bashkohet ekipit vlonjat, ndërkohë që nga sezoni i kaluar do të mbetet tek Flamurtari portieri Ariel Kaloshi.